Unë kam gati 25 vjetë kryetar bashkie dhe kam kapur të dyja reformat. Do thoja për reformën 2014-ës. Për mua është një reformë e dështuar. Pse? Që në krye të herës, personalisht kam kërkuar të bësh më përpara se të bësh reforma territoriale, të bësh reforma e decentralizimit pushtetit. Që këto pasoja ne i kemi vuajtur çdo vit edhe më shumë. Kjo nuk u bë. U bë me hapa të shpejta. Edhe në territor. Pse u bë keq edhe në territor? Sepse u mor harta, ashtu siç po merret edhe tani, dhe po hiqen vija. Kë komunitet do zhdukim edhe kë do lënë. Për arsye të ndryshme, qoftë politike, qoftë ekonomike, apo dhe në aspekte të tjera. Pse e them këtë? Po marr me fakte dhe me prova. Dy bashkit që u bashkangjitën, dy komunat që u bashkangjitën Bashkisë Poliçan. Po marr kryesisht komunën Vërtop. Komuna Vërtop ka fshatrat si Vodica, që është vetëm 500 metra larg Beratit. U bashkangjit Poliçanit, që distanca e tyre u largua. Komuna Tërpar ka fshatrat si Plashniku, që është në Memaliej, është 87 kilometra të vinë Poliçan. Edhe nëse kjo njësi do të zmadhojt, imagjino, do 3 ditë me ardhe dhe marrë shërbimin në Skapar, apo ku do që tjetë. Pra po marrë dy aspektin e decentralizimit dhe të teritorit. Unë mendoj se ju du të shikoni si komision qofse e keni seriozitetin, po s'besoj se e keni këta dhe forcën, nuk besoj. Nuk besoj se e keni. Po desh dhe ja u them edhe me fakte se kam guximin dhe u them. Nuk e keni këtë. Unë po sjell faktet dhe provat të Bashkisë Poliçan. Duhet keni parasysh, jo çdo bashki është e njëjtë, kanë specifika të veçanta. Poliçani ka qenë një qytet industrial, ka pasur 3500 punonjës. Dhe bashkia është i vetmi institucion që punëdhënës, është punëdhënësi më i madh. Dhe gjithë kjo barë i ra bashkisë e punësimit. Pa tjetër që këto bashki që kanë qytete industriale do bëjnë buxhete sociale. Dhe ne sot, edhe pse kemi bërë buxhet sociale, bashkia Poliçan hyn të bashkitë e gjelbra. Nuk hyn të bashkitë me risk financiar. Del me të ardhurat e veta.